sa më e fuqishme tjetë Kosova, aq më të fuqishëm ndihemi edhe ne. E ndërprerjen e dialogut si e pat? Dialogu strategjik, po dialogu është diçka që s'ka fillu akoma. Dialogu strategjik, ndërprerja e raporteve të Shteteve të Bashkuara me Kosovën do të thotë tërheqje e bondstilit. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë bondstilin këtu si bazën kryesore në Ballkan, atëherë kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kosovën e kanë partnerin më serioz kryesor. Përderisa janë. Fatmirësisht edhe Shqipërinë, me ndërtimin e bazëve dhe në Kuçovë dhe në vende tjera. Dhe nuk besoj që Amerikanët nuk e dinë se nuk kanë popull ma përkrahës, ma besnik se sa shqiptarët në Ballkan. Gjithë tjerët janë për interesat të caktuara. Shqiptarët e kanë edhe me emocion. Po. Prandaj, cilët do të jenë prapaskena e taktikës fundi që është tujtë, mendoj që Kosova mbetet prioriteti kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata mund të kenë preferenca për njërin apo një individin tjetër, megjithatë Kosova si Kosovë është projekt i Shteteve të Bashkuara dhe po dështoja i projekt, dështun vetë Shtetet e Bashkuara dhe politika atyre në Ballkan. Kjo do të thotë hapet dera ndikimit malign të Rusisë dhe destabilizimit Ballkanit, i cili më së paku i duhet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara.